Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Presidenti e Kosovës Vjosa Osmani nga Zvicra akuzoi Serbinë për shkeljen e të drejtave të shqiptarëve në luginën e Preshevës. Në një konferencë për mediat, ajo kërkoi nga Beogradi të respektojë të drejtat e shqiptarëve atje dhe se duhet të bëjë të njëjtin gjë që bën Kosova me komunitetet jo shumicë. Ajo çfarë është duke ndodhur në Serbi ndaj shqiptarëve është spastrim etnik me mjete administrative. Dhe këtë e bëjnë duke i larguar nga listat e votuesve, duke i lënë pa nënshtetësi dhe ka edhe shumë shkelje të drejtave të tjera fundamentale, të cilat janë në kundërshtim të plot me detyrimet ndërkombëtare që Serbia i ka marrë nëpërmjet konventave ndërkombëtare. Ajo kujtoi Beogradit se aq të drejta sa kanë pakicat në Kosovë, aq të drejta duhet t'u jepet edhe shqiptarëve në luginën e Preshevës. Reciprociteti i të drejtave natyrisht është diçka që unë kam përkrahur për më shumë se një dekadë, sepse kjo do të nënkuptonte që aq të drejta sa i jipen pakicave në Kosovë, aq të drejta do duhet i jipeshin edhe shqiptarëve që jetojnë në Preshev, Medveç e Bujanoc. Deklaroi presidenti i Kosovës Vjosa Osmani. Zhvillimi i parqeve eko-industriale është në thelb të nënshkrimit të marrëveshjes së bashkëpunimit ndërmjet Ministrit të Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit në Shqipëri Blendi Gonxhe dhe Javier Suarez, menaxher këshillimi për shtetet dhe ekonomitë e Europës (NIFC). Ministri Gonxhe tha se projekti pritet të zgjasë deri në vitin 2027 dhe parashikon një buxhet për 600.000 eurosh. Kjo përfshin dhe përmirësimin e parqeve industriale ekzistuese dhe zhvillimin e parqeve të reja për të promovuar praktikat e qëndrueshme, u shpreh Gonxha. Ndërsa ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë tha se këto grupe parqesh industriale mbështesin investime, zhvillimin e ekonomisë dhe të biznesit. Në bazë të ritmit dhe thellësisë së reformave, Shqipëria mund të përfitojë nga pothuajse 1 miliard euro për të ecur përpara, deklaroi ambasadori i Bashkimit Evropian në Shqipëri Silvio Gonzato. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Gjermania blindon krahun lindor të NATO-s. Ushtria gjermane dislokoi në Lituani brigadën e parë të tankeve të 45 me rreth 5.000 ushtar. Në ceremoninë e apelit në Vilna do të marrë pjesë dhe kancelari Friedrich Merz. Gjermania do të jetë e gatshme të mbrojë çdo centimetër katror të territorit të NATO-s, theksoi ministri i mbrojtjes socialdemokrati Boris Pistorius në fjalimin e tij të parë në Bundestag pas ndryshimit qeverisë. Lituania po punon për formimin e një trupe tankesh të aftë për veprim, për të cilën ka porositur 44 tanke moderne të tipit Leopard 2 A8 të prodhimit gjerman. Lituania me 3 milion banor ndodhet midis eklavës ruse të Kaliningradit dhe alatës ruse Bielorusisë, në të cilën ndan një kufi prej 680 kilometrash. Izraeli forcon masat e sigurisë për misionet diplomatike izraelite në të gjithë botën. Kryeministri Benjamin Netanyahu deklaroi se do të rritet mbrojtja e përfaqësuesve të vendit të tij pas sulmit me armë të ndodhur natën e së mërkurës në Washington, i cili mori jetën 2 punojësve të ambasadës. Zyra e Netanyahut njoftoi se kryeministri izraelit kishte pasur një bisedë me prokuroren e përgjithshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Pam Bondi, për të marrë informacione mbi 2 viktima dhe për të mësuar më shumë rreth të dyshuarit për sulmin. Izraeli lejoi hyrjen e 100 kamionëve me ndihmë humanitare në ripin e Gazës. Në to transportoheshin miell ushqim për fëmijë dhe pajisje mjekësore. Kjo lëvizje vjen një kohë kur Kombet e Bashkuara raportojnë se ndihmat nuk po arrin ende tek njerëzit më të prekur nga kriza. Megjithatë, situata humanitare mbetet kritike. Pas një bllokade 11 javore, popullsia palestineze përballet me mungesa në ushqime dhe ilaçe. Pavarësisht presionit në rritje ndërkombëtar, mijëra ton ndihma qëndrojnë ende në pritje pranë kufirit, ndërsa shpërndarja e tyre mbetet e vështirë për shkak të pasigurisë. Rreth 25% e popullsisë së Gazës rrezikon të përballet me uri të plotë nëse situata nuk ndryshon shpejt. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.